Një ditë ishim duke pritur që të pushojnë granatimet, sepse tërë ditën me një tempo të çrregullt po bombardonin fshatin, por edhe pozicionet tona. Filluam të bisedonim me Hoxhën për shumë gjëra, ndër ato edhe Hoxha po më tregonte se si ka shkuar në Kairo, për studime teologjike dhe si ka magjistruar atje, për jetën studentore, për kaçanikun e tjerë. Po më tregonte se sa libra i ka botuar dhe se disa e kishte në dorëshkrim dhe do t'i botoka pas që të kthehet nga lufta. Unë i habitur po e shikoja e thosha me vete, vallë ki mos ka luajtur mensh, se si po më flet për botimet librash, pas lufte e ne ishim duke përjetuar një luftë të tmerrshme, kur nuk i dije se a do të na çelte mëngjesi. Në ato momente ashtu mendoja, dhe shpresat për të bjetuar një luftë aty ishin shumë të vogla, kurse ai kishte aq që të madhe shpresa për një ardhmëri më të mirë, sa që kalon normalen, të portonin thellë në ardhmëri, duke shqyer vellën e momentales, e cila ishte zjarr e tym, gjerës e gjak dhe pak njerëz mund ta kuptonin një vizion të këtyre përmasave. Vërtet ky guxim për ta shikuar të ardhmen aq gjërësisht ishte diçka që nuk mund kuptohet të shihet me sytë e ballit, por vetëm ato të zemrës. Një guxim që të jep shpresa dhe fuqi për t'i kapërcyer këto vështirësi dhe të bën ti nështrohesh një hapërimi të këtij të guximshëm dhe pa hezitim. Ai që fliste vërtet ka ndodhur, që pas luftës ai t'i botoi të shkrimet që i kishte, por edhe të shkruaj disa dhjetra libra të tjerë.